Kam lexuar një faqe islame që në botën tjetër nuk do të njihen motra dhe vllaun. Larg hajvanëve, larg kafshëve. Besimtarët do të jenë bashkë në botën tjetër, edhe nëse janë një familje do të jenë bashkë. Sa e kanë besu këtë më, por e kemi thonë përgjigjen herë më përpara, e kemi nxjerrë në Facebook, i kemi vu X-in. Prap vjen pyetje. Se kam lexuar në një faqe islame. Si thoshte, e mani mend si është njoftimi? Si është njoftimi? Me lajket kur flet vllai me motrën, i thon njëna tjetrës ose njëni tjetrit. Pse? Po flet një vlla me një motër. Lejt bizedojnë se s'do të njihen më në botën tjetër. Kafshëri. S'ka lidhje as me Zot, as me pejgamber, as me fe, as me Islam, as me Kur'an. Një idiot e ka shpik dhe me miliona të tjerë e kanë besuar dhe me miliarda të tjerë e kanë shpërndar dhe rriun merr me këtë punë 38 herë, të dhonë përgjigje që s'ekziston.